Rapet I kam hangër për herë të parë kur kam ardhur këtu në Pulja dhe janë bërë ndër përimet e mia të preferume. Nuk e dija I njihni, por unë po ja u la një recetë thjesht e plot me shije. Si fillim I grim hudrat, specin djegës e patatet në copa. Masanej I marrim rapet e cilat I kena la mirë mujt rrjellshëm dhe I presim në copa të mëdha e I kalojmë në njanë. Tash në zjarr vendosim një feltere me vaj ullinit ku hedhim hudrat e specin djegës. Sa fillojnë mu skuq, hedhim patatet e I lajmë mu skuq derisa shohim që kanë marrë ngjyrë. Masanej hedhim ujin e thejt, shtojmë rapet, I hedhim kryp, I përzim mirë, I molojmë me kapak e I lam mu gatu derisa patatet të zbuten. Mas janë zbut, I shtypim pak me lugë që të trashet langu dhe I hedhim lëkurën e limonit. Fikim zjarrin, I molojmë me kapak, I lajmë me pushu 10 minuta e masanej I shërbejmë në pjatë me pak lang limoni. Faleminderit!